Tani bëhemi serios, sepse në fakt në këtë moment e para se të shkojmë tek ajo dasma e shumë për folur, edhe që mezi pres ta ndaj me gjithë ju që po na ndiqni, kemi një gjë shumë të rëndësishme për të bërë, sepse fatkeqësisht ka ardhur momenti që unë të mbyll zyrtarisht televotimin. E nga ky moment nuk ka më minuta kohë, ndaj vetëm pas pak do të njihemi edhe me emrin që ju e keni përzgjedhur që nga ky moment e tutje mos jetë më pjesë e këtij rrugtimi të Ferma VIP 2. Kjo është vërtet pjesë që mua më vjen keq për të gjithë shakave. Megjithatë, kthehemi tek tema jonë e mbrëmjes e rëndësishme në mënyrë që edhe fermerët tanë të kuptojnë se çfarë po ndodh, pse është kjo nata gala. Tani unë me ju ma kapni çik më këtë super plan më. Më kapni më xhirojeni më. Po jo mua më, shimë Adelina qa qëndrimi, garipeje. Janë shumë të rahatshme. Janë, do vi dhe unë aty pas pak se ata ka një gjë të rëndësishme për të realizuar. Tani pyetje, e dini se kush martohet sonte? Hajde. A di se ti? Jo fare, Zhaku? Po tani inshallah jo Castro, inshallah se martohet Castro, s'kiso për të 4 herë. Me qenë se jemi të Castro dhe unë edhe ti e ndjej mungesën ati. Castro. Castro mos u marto, të lutem. Po, lëre me 3, mos e shto me 4. Na ka marrë malli shumë për Castron, edhe pse jam shumë e lumtur që kemi Adelinën sot këtu, dhe do doja ta kishim gjithmonë. Bukur, tani do shkojmë tek ata, sepse do të vijojmë atë për cilën jemi gjithë shumë kurioz. Po nuk do e ndaj vetëm me ju, do e ndaj bashkë me ta. Më ka çuar ndërkohë regjia, ata po më dëgjojnë, fermer. Ju dëgjojmë loud and clear. Si jeni ju? Shkëlqyer. Shkëlqyer. Qatë spionoj, nuk ndodhen këto shere të zakonshme, janë 2-3 gjak derdhje të vogla shumë. Nëse për shembull unë do ju pyesja për momentet më të rëndësishme të jetës, cilat do t'ishin ato, si do e përkufizonit ju? Me le? Po. Po, Albano? 2013 kur fitoj Bajri tripletën. Po jo, Dhe 2014 kur fitoj Gjermania botrorin. Po. Po, nuk po them për këto momente, po them për shembull... Këto kam të rëndësishme, unë që këto kam unë, që të mbi. Këto të rëndësishme. Po, pjesat e dhe fermerve? Unë kur jam bërë prind. Kur je bërë prind, Andrea? Atëre, ka nuk e dini se ka... Frederiku? Unë kam shumë ditë mjera dhe ditë... Po, sigurisht, kur më ka ardhë djali, nga ka gëzu shumë, edhe, dhe më thanë, kur këna marrë verse... Frederik, kam një kuriozitet. Orna. Ti e martuar sa herë? 3 herë. Vetëm 3 herë. Vetëm 3 herë. Të trejat... Me dokumente. Të trejat herë ke bërë dasëm? Jo, për 2 po. Të shi, akoma se kam bërë dasme me Alice, kam me bërë të shi. Sa bukur. Okej. Elinara ngriti dorën? Po, Elinara? Po, unë jam bekuar me 2 mrekulli, kam 2 vajza dhe kanë qënë momente... Fëmijët, pra. Shumë për mua vazhdojnë të jenë mrekullia ime. Momente më jetës. Faleminderit. Ylli, qetësou. Albana më shtine. Nuk e di çfarë po bën, ndërkohë që unë po filloj të shkoj ka aktivitetin. E shikon që është ai stiu. Po si kur ti që je bullizuse. Ndërkohë Andrea, të kemi dëgjuar pak a shumë që i di edhe ato të gjitha ndodhit që Agai përcakton në një prime. Dhe me qenë se i di kaq mirë, unë të kërkoj tani në mënyrë shumë serioze të vish me mua në Plevic. Hajde, dhe. Të marrë si dënimin e merituar. Të këshu është komplet dhe ha shumë. I dansëm, të gjithë të festojme. Se dalë në Andrea, Hej. për çfarë mendon që të kam thritur? Man, që së dëgjom, nuk e di. Nuk është se di. Ma se kam kërkuar shpesher, për shumë, unë të shikoj në një audio, në një video në goca, për shumë. Pra mendon që të kam thritur për një surprizë? Po, për këta. Se deri më sot nuk ditë kemë bërë në gjë gabim, përveç se kam dhënë maksimumin tim, për kushtimin tim ndaj fermës, ndaj çdo gjëje këtu që...
që na Kishe rrethon. thënë në fakt që Big Basta mund të marrë një surprizë sonte dhe thash në qenë se i di se kush me Jo. surpriza, po të surprizojmë ne. Okej, po. Okej? Por para se të shkojmë atje, do doja të dija se si po gjendesh ti në ferm, si të duket kjo eksperiencë, Me thënë si po e drejtën, përjeton. është një ëndër e realizuar, le të themi, sepse e kam pasur gjithmonë ëndër, sidomos të isha pjesë e formatit të fermës, sepse është një format, e gjej veten sikur të jem në shtëpinë time ose në atë habitatin tim, sepse jam rritur në fermë, jam rritur me çdo lloj me punte e forta, me punte e fermës, me kafsh, me bim, me pemë, me çdo lloj, me natyrë, domethënë. Bukur. Dhe jam gjendur mirë, Luana, por me thënë drejtën shpak dhe ajo presioni, izolimi këtu, ke të bësh me çdo ditë me të njëjtë njerëz, të njëjta gjëra. Dhe shkon ndonjëherë mendja për të idetit, e kupton, në Itali, te fëmijët. Thjesht ajo më ka qenë një periudhë e vështirë këtu brenda fermës, që kam kaluar me thënë drejtën, sepse kam mendin atje. Prandaj. Malli pra, të merr malli vetëm malli, për asgjë më tepër, jo se familjen ndikohem në një tënde. debat, në një diçka, po thjesht. Më së shumti për kë, për shembull. Për gocat, për shembull, ajo e madhe e di që më kupton shumë, e dua jashtëzakonisht shumë, po dhe ajo e vogla për shembull është. Mamin e kam për shembull. Nuk e di, më shkon mendja si është, si po e përjeton ajo, se ajo është shumë emocionale, nuk e di nëse është duke kaluar mirë, duke përjetuar mirë, ndoshta edhe pse jo dhe komentet që bëhen në rrjetet sociale, gjitha këto. Është një person që i merr shpesh gjërat, shumë shpejt gjërat afër zemrës dhe ndaj, më shqetëson pak ajo se fëmijët janë të vegjël, e kupton, ndoshta sa arrin ta kuptojnë shumë, po ajo. Ndërsa gruan Gertën e kam të fortë, nuk është se është shumë e fortë, sepse është ajo që jam unë këtu sot, prandaj. Më pëlqen shumë kur e thua këtë fjali. Po. Është si ajo fjala e bukur që mbas një burri të suksesshëm është fshihet një grua e fortë. E njëjta gjë. Bravo, Andrea! Një super fjali në Prime, të dëgjojnë dhe të hapin veshët mirë të gjithë zotrinj që kanë gratë partnere kreatyre, se cila për tyre është shumë e dobishme në jetën e tyre. Ndonjëherë me thënë drejtën kur të vi mosha, Luana, kur shkoj 100 vjeç, më mirë tiki unë më përpara se sa tiki ajo, se vallai nuk është, duhet ta pranojmë që nuk ja dalin dot, prandaj është një pjesë shumë e dobishme për jetën tonë. Ndërkohë, Andrea, unë kam një pyetje dhe ky është një kuriozitet personal, të kam parë her pas here, se tani na keni bërë që t'ju ndjekim 24 orë, që teksa vendoset një këngë italiane Mary, përlotesh për herë. Pse? Po ashtu është një këngë që unë ndjej. Të kujton çfarë? Se di, nuk është diçka që më thënë drejtën që nuk është, nuk dua ta prek këtë pjesë, po thjesht e shoh vetëm Merin aty, kështu që kush e kupton italisht atë këngë, e di shumë bukur për çfarë flet. Nuk dua t'i japë shumë sqarim sinqerisht sepse kam hallin dhe mendjen diku tjetër, ndaj. E di se çfarë që është tek, por nuk do preferoja t'i jepja shumë. Të kujton një pjesë të jetës tënde? Po, një pjesë, po. Për cilën ti nuk preferon të flasësh as sonte? Jo, nuk dua. Nuk dua, se e kam një lloj amaneti, le të themi, për zgjalli. Kështu që jo. Dhe unë në mënyrë absolute nuk dua të rëndoj. Kush e di italishten e kupton shumë bukur se çfarë është ajo këngë. Prandaj. Atë e kërkoj gjithmonë kur gjithmonë ka ndodhur dhe mbas prajmeve kur shikoj ndonjëherë situata, takime këtu, surpriza, shumë gjëra të tjera. Më së fundmi ka qenë një nga fermerët që pati këtu dhe ndaj e kërkova atë këngë, se është e vetme që mua më liron. Ndaj. Po s'doja t'i jepja më shumë. Okej, Andrea, dhe unë nuk preferoja se si të rëndoj më shumë, dua që bashkë të përjetojmë gjithmonë momente të bukura. Okej, faleminderit. Tani dua së bashku të ndjekim këtë rrëfim tëndin, që pak a shumë ke treguar atë që sonte tregove po ashtu. Okej. Kjo është Andrea.